Rezultati këtij bashkëpunimi është një projekt, një ndër projektet më të mëdha që ka, më duket, në gjithë Kosovën. Është një shumë rreth 3 milion euro. Lidhur, emrin e ka STEM Europe. Është interesante kontakti jonë i parë. Matthew si menaxheri STEM Coalition, EU STEM Coalition, ka organizuar ansamblen në Dubrovnik, një takim me vendet e Ballkanit, në mënyrë që edhe në Ballkan të promovohet STEM-i. Dhe unë pranoj një email që ftoj me prezentu atje, dhe ne marrëm mjaft dhe vazhdimisht ngarkume, unë se hapin nuk i kthej kur gjë. Edhe përsëri marrë edhe një email, atëherë thëmë, diçka këtu ka, edhe i thëmë, nuk kemi kohë, s'kam mundësi financiare me arë, për të mendoshmi Dubrovnik ishte organizoj, edhe kohës kishëm. Përsëri, kur i shkrujmë kështu, këtë thotë, ne i mbulojmë gjitha argjimet edhe akomodimin e vetëm e atë. Edhe kur shkojnë në Dubrovnik, takuam, thotë, shumë jam i kënaqur, jam i lumtur që ke ardhur këtu. Thash, pse, atë çka është ata, unë dhe njofta Kosovën. Prej atë vërtet një farë përgjegjësie edhe një obligim më i madh që sa më shumë të bashkëpunojmë. Dhe rezultati i këtij bashkëpunimi është një projekt, një ndër projektet më të mëdha që ka, më duket, në gjithë Kosovën. Është një shumë rreth 3 milion euro. Lidhur, emrin e ka STEM Europe, është emri i projektit, në të cilën do të promovon formimin e qendrave të ekselencës në Gjilan. Do të formojmë kuadër të UKZ-s dhe do të promovojmë STEM-in. Do të zgjat 4 vjetë, ku bashkë kjo është rezultati parë i punës për bashkët tonë. UKZ është njëri prej antarëve të partnerëve të plot në këtë projekt, ku janë vendet nga Gjermania, Suedia, Holanda, Italia dhe Turqia. Pra edhe Kosova me Gjilanin. Një projekt tjetër po ashtu e kemi përgatitur, e kemi aplikuar në Bashkimin Evropian, besoj që gjatë muajit korrekt do të kemi rezultate pozitive. Po ashtu puna ka vazhduar edhe me të tjerat, pikërisht sot para se marr këtu, ne patëm një takim online me një konsorcium të universiteteve shumë të njohura, siç është Sapienza në Romë, mandej në Poloni, Universiteti Autonomi i Madridit, në Spanjë, kështu me radhë, lidhur me një projekt të ri që do të bashkëpunojmë edhe me një partner tonin të universitetit, Instituti për Shkencë dhe Teknologji, me gjitha gjasat, do të jetë bashkë partner me industri. Kështu që me të vërtet ne jemi shumë të lumtur dhe sigurisht Gjilanasit janë mikë pretë, si kemi bo përshtypje me t'ju dhe me t'ju shtire ka bundapi Gjilanit. Pra ka gjetur vetëm e Gjilan, me që dhe pas ka jetuar aty, një kohë të konsideruar. Unë nuk e kom ditë. Na vije shumë mirë që i akomoduar dhe të kanë pritur mirë kosovarët në përgjithësi, jo vetëm në Gjilan, gjithë Kosovën. Some of the best, yes. Prej më të mirëve, absolutisht. Very hospitable, very friendly. Jashtëzakonisht mikpritës, miqësor, është gjithmonë kënaqësi të vinë në Kosovë.